Në hadithin që transmeton Imam Bukhari prej Enes ibn Malik radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe masit hin insan të në gjehnem, Allah i na pështoft ja Rabbi prej gjehnemit, edhe masit hin yakhruju minan nar, kanë me dal prej gjehnemit krejt ata që thëjnë la ilaha illallah, kanë me dal, s'kanë me konë gjehnem. Wa fi qalbihi, e nëse në zemrën e ti ka pas punë të mirë sa kokra e elbit. Kur gjo mirë s'ke bon, Allahut shoq si ke përshkru, shirk s'ke bon. Mirë s'ke bon kur gjo, po edhe Allahut si ke bo shirk. E në zemrën tonë dhe prej punëve ke qua në ahiret, të mirë sa kokra e elbit ka me dalë prej gjehnemit. E dyta, ka thonë, ka me dalë prej gjehnemit, yakhruju minan nar, men kale la ilaha illallah, dhe fi kalbihi veznu burretin min khejr. Kush thot la ilaha illallah, Allahut si ka përshkrua shirk, në zemrën e ti prej të mirës ka, po thot, sa një kokër gruni. Edhe ka me dalë prej gjehnemit që thot la ilaha illallah, Allahut si ka përshkrua shoq, ka me dalë prej gjehnemit, edhe nëse s'ka bon kur far veprat mira, ka bon vepër të mirë në zemër që e ka, po thët, sa një zerre shqip si thohet zerre, po sa një shkendit vogël punës mirë. Allah i na i bon ftë punët e mira, Allah i na i sjell të hajrin, ja Rabbel Alemin, Allah i na udhëzoft në punë të mirë, Allah i na bon ftë juve bashkë me mu, e juve bashkë me juve, argat bashkëpunëtor në predikimin e fjales la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam.